Faleminderit Mediana, përshëndetje juve, gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit Kosovës, e posaçërisht mysafirëve që i kemi brenda në studio. Do e marr parasysh që janë konkurrent vërtet cilësore dhe që natyrisht do të na bëjnë një natë spektakle këtu në festivalin e këngës të Radio Televizionit Kosovës. Unë siç thash edhe dje, për bazë ditore do jenë nga një kënd si një formë të mozaiku që ta zbulojmë nga pak edhe këtë bukurinë që është qëndrënë këto tek skena. Siç e përmendet, do zhvillojmë intervistën me drejtorin e Radio Televizionit Kosovës, zotëri Erelien Gërvalla, që të na tregon mbi perspektivën e tij rreth çështjes së festivalit. Zotëri Gërvalla, fillimisht mirë se erdhni në emisionin pasdites. Mirë se ju gjetëm, përshëndetje për gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Është edicioni i tretë, nëse kishim bën një perspektivë ashtu ta quaj si fëmijë, është viti i tretë i fëmisë, ku një forme fillon edhe të pavarësohet, fillon edhe të ushqehet vetë, e tjera. Është një epitet i drejtë për festivalin? Po mund të jetë edhe epitet i drejtë, por ky festival 3 vjeçar ka prindrit shumë të mirë. Edhe i ka prindrit shumë të edukum, sa që i kanë realizu këtë festival në tërësi me forca vetanake. Pra, ajo përvojë që kemi pas për gjithë kolegëve tanë, tash 25 vite, por edhe të kolegëve të mahershëm prej televizionit të Prishtinës, do të ngërthehet që tëra në një spektakël të vërtet me datën 6, 7 dhe 8 nëntor. Çfarë do të thonë ky ka festival për Radio Televizionin e Kosovës fillimisht? Së pari do të tregojmë se ne mundemi. Ne do t'ja arrijmë ta bëjmë një spektakël, një festival të tillë i cili pretendon që në të ardhmen shumë të shkurtër të jetë pjesë edhe festivaleve ndërkombëtare evropiane sikur se është Eurosongu, po gjithashtu ky festival e ka për detyrë që ta ruaj trashëgiminë kulturore, sidomos pjesën muzikore, që e kemi kultivuar tash e 4 dekada. Mos harrojmë festivalet të tilla, për masa të këtij festivali kanë qenë të përafërta në kohën e akordeve të Kosovës. Ne po përpiqemi që ky festival të jetë një urë lidhëse, edhe këtë po e themi përsëritshëm, që të marrë më të mirat që i kemi pasur dikur, edhe të i interpretojmë në formën moderne, po gjithashtu t'ju jepet shansë artistëve të rinj. Natyrisht që një festival i tillë nuk shkon edhe pa bashkëpunëtor. Ne tradicionalisht si RTK kemi bashkëpunëtor që janë 2 prej më të rëndësishme, është Ministria e Kulturës, natyrisht edhe Komuna e Prishtinës. Mund t'i themi që kjo është ngjarje më e madhe kulturore brenda kalendarit, jo vetëm RTK-s, por edhe gjithë vendit tonë. Absolutisht, kjo është ngjarja më e rëndësishme kulturore e vitit, ngjarja më e rëndësishme kulturore e cila i përbashkon shumë institucione të cilat kanë subvencionuar festivalin e këngës. Edhe këtë vit në bazë të një kontrate që kemi 3 vjeçare me Ministrinë e Kulturës, kemi arritur që në bazë të atij subvencioni ta realizojmë skenën e madhe. Nuk po e them unë, po e thonë edhe të tjerë që janë të pranishëm këtu e që janë muzikantë shumë të mëdhaj, si Tazëm Gjevdet Gashi, apo Florent Boshnjaku, apo të tjerë që kanë ardhur dhe kanë pa Fitnet e Tuta. E kanë pa këtë skenë dhe kanë thënë që ne nuk kemi parë deri tash skenë më të madhe se sa kjo. Kjo për ne është një motiv edhe unë si këtëherë si udhëheqës i festivalit të këngës, e kam për detyrim ta realizoj ëndrrën e gjithë atyre muzikantëve që kanë bërë muzikë në vitet e 60-ta, 70-ta, 80-ta, në kohën shumë të rëndë të viteve 90-ta, disa në Prishtinë këtu, duke shfrytzuar kurrizin dhe kafterit, aty po edhe këtë pas luftën e cila ka prodhuar vazhdimisht muzikantë dhe muzikë të mirë. Ju e përmendet më herët që gjithë kjo organizimi, gjithë këtë mund, pjesa më e madhe janë vetë punëtorët e Radio Televizionit të Kosovës. Është një mesazh për institucionet tona që me pak përkrahje ne mund bim vlera, bim produkte të vërtet mira. Absolutisht. Po e them që ty herë absolutisht, zdia vetë. Natyrisht të gjithë
këta punëtorë që janë angazhuar, janë të gjithë me përvojë shumë të gjatë në projekte televizive. Jo të përmasat të tilla, por kanë qenë në koncerte të ndryshme dhe Radio Televizioni i Kosovës në fakt ka profesionist brenda produksionit, sidomos të cilët mund të realizojnë jo vetëm këtë festival, po ne mund të realizojmë edhe projekte shumë të mëdha. Ne tashmë jemi duke menduar gjëra të mëdha, jemi duke menduar që të bëhemi një medium shumë serioz, i pari në Kosovë, në Kosovën e pas luftës, po edhe të jemi edhe lider në rajon. Krejt çka i duhet televizionit të Kosovës, sikurse përmendje e theksove edhe ti, është përkrahja institucionale, përkrahja buxhetore, përkrahja në teknologjinë, të cilin e kemi të vjetruar tash 20 vite. Nëse këto plotësohen, ne zotohemi të gjithë këta që do t'i shihni në data 6, 7 dhe 8, gjithë këta punëtorë do t'jenë prijes të këtyne projekteve të mëdha. Zoti Gërvalla, po afrohen ditët 6, 7, 8, çfarë mund t'i premtojmë shikuesve që do jenë në kanalin e Radio Televizionit Kosovës për 3 natë të radhës? Do t'jetë në garë shumë e ashpër mes konkurrentëve, këngë shumë të bukura edhe të reja, këngëtar të jashtëzakonshëm që për herë të parë do ta shkelin skenën e madhe. Ju premtojmë edhe një natën e dytë që është nata e retros, nata e rikthimit të disa këngëve që ata i kanë shijuar në vitet e 60, 70, 80 dhe 90. Është shumë me rëndësi që ne ta mbajmë këtë linjë trashëguese të muzikës. Nata finale gjithashtu do të ketë mysafir. Mysafirët këtë herë nuk po i zbulojmë, disa po përpiqen që të bëjnë disa foto të na nxjerrin mysafirët kështu si lajm, por do të përpiqem t'i ruajmë që spektakli të jetë sa më i mirë, sa më preciz, edhe në këto net tashmë ne kemi përfunduar në shumicë provat generale me bendin edhe me orkestrën, po edhe me garuesit, gjithçka po shkon mirë, jemi në sinkron, ka pozitivitet. I ftojmë të gjithë shikuesit të jenë të pranishëm para ekranit të RTK-s, po edhe ata që kanë rezervuar ulset të vinë me kohë, të vinë para orës 9, të jenë të pranishëm në sallë dhe ta shijojnë këtë festival 3 ditësh, i cili do të ngjelet në kujtesën e gjithë atyre që do të jenë prezent. Zoti Gërvalla, faleminderit shumë për intervistën, uroj që gjithçka shkojnë mbar ashtu siç dëshironi ju, por edhe siç e meriton vetë Radio Televizioni i Kosovës. Faleminderit juve, faleminderit shikuesve të Radio Televizionit të Kosovës që qëndrojnë gjithmonë besnik ndaj veprave që ne arrijmë t'i realizojmë. Faleminderit. Ishte kjo pra intervista me drejtorin e Radio Televizionit të Kosovës, zotri Relient Gërvalla, siç e potencoi edhe ai, natët fantastike do jenë pranë ekraneve tuaja me datën 6, 7 dhe 8 të kësaj jave faktikisht. Prandaj qëndroni këto ekrane sepse vërtet ka një spektakël të bukur, çfarë do të shihni edhe të dëgjoni.